I thot Omer radiallahu anhu profetit alayhis salam që o i dërguari i Allahut, unë të dua ty më shumë se çdo gjë tjetër përveç se vetes tënde. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, jo i thot, betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim, derisa të jem më i dashur tek ti edhe se sa vetja jote. Atëherë i thot Omeri, o i dërguari i Allahut, tani ti je më i dashur për mua edhe se sa vetja jeme. I thot profeti alayhis salam, i thot al-ana ya Umar, tani po o Umar, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjëri për jush nuk ka me besu me besim të plot, derisa unë të jem më i dashur për të se fëmia i tij, se sa brilli i tij edhe se sa i gjithë njerëzimi. Për kjo duhet me kënë dashnia jonë kundrejt kujt? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A në këtë mënyrë, duke dashur Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profetin alayhis salam, muslimani gjan amëlsinë e imanit. Në tregon profeti alayhis salam në hadith se si gjahet amëlsia e imanit dhe si arrin muslimani zemrën e tij me shiu zemrën e tij amëlsinë e imanit. الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Kush i ka tri gjana, kush i gjen tri gjana në zemrën e tij, ai e ka arrit amëlsinë e imanit. Thot an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum. Me kanë Allahu edhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam më të dashur për të se sa çdo gjë tjetër. E dyta thot wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Edhe kur e don dikën, e don vetëm se për hir të Allahut azza wa jall. Nuk e don për hir të çështjeve të kësaj dhunja, nuk e don për hir të përfitimit, as për hir të shoqënisë, e don për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Edhe urren ky person, pra muslimani, urren që të kthehet në mosbesim, pasi Allahu azza wa jall e ka shpëtuar për mosbesimit, ashtu sikur urren dikush me u hell në zjarr. Ashtan që çdo lidhje, çdo miqësi, çdo dashni e cila është e krijuar në kundërshtim me Allahun subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit ka më kthyer në çfarë? Në armiqësi. Argument për këtë fjalë Allahu azza wa jall, al-akhillau yawma'idin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Miq në ditën e gjykimit, pra në atë ditë, kanë me u bë armiq, kanë u kthy në armiq të njëri tjetrit përveç kujt të devotshmëve. Atyre që kanë pas frikë Allahu subhanahu wa ta'ala. Xhamat e nderuar, muslimani duhet që i friksohet Allahut subhanahu wa ta'ala, i bindet atij me dëshirë e me respekt, duke shpresuar në shpërblimet e tija dhe duke u friksuar nga ndëshkimi i tij. Ai është Allahu drejt të cilit drejtohen zemra, duke adhuruar me dashni, me respekt dhe me madhnim. E përderisa zemrat e kanë natyrën e tyre që me e dasht atë që i bën atyre të mira, atëherë na duhet të dinë që çdo të mirë kemi prej Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu që thot Allahu i madhnum, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. E çdo të mirë që keni prej Allahut azza wa jall, ashtu siç thot po ashtu wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, nëse doni me i numëru mirësitë Allahut azza wa jall, nuk keni me mujt me i numëru ato. Prandaj muslimanit kërkohet që me dasht Allahun azza wa jall më shumë se çdo gjë tjetër. E me adhuruar të një edhe të vetëm, po i kushtueshëm atij në adhurim. Dashnia e muslimanit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala ka shenjat e qarta që tregojnë për këtë dashni. E thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj Muhammed, i drejtohet profetit sallallahu alaihi wasallam, thuaj Muhammed, nëse ju adorni Allahun, atëherë më ndiqni mua, pra po profetin sallallahu alaihi wasallam, që Allahu t'ju dojë ju, t'ju afal ju gjinohet tuja, e Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Pra shenja më madhore e cila tregon dashninë e Allahut azza wa jall është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke praktikuar urdhat e tij dhe duke u ndaluar nga ndalesat e tij. Ashtu siç na tregon Allahu azza wa jall në Kur'an, duke na thënë: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që ju asolli dërguari merrni, dhe atë që ai ju largoi prej saj, largohuni, thot Allahu azza wa jall. E pra Allahu na thot:
thuju Muhammed nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Ndërsa ata që pretendojnë se e dojnë Allahun Azza wa Jall nuk e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e thonë të vërtetën. Disa prej paraardhësve tonë të mirë kanë thënë që disa njerëz pretendojnë se e dojnë Allahun Azza wa Jall. Allahu zbriti këtë ajet. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Në këtë ajet ekziston një kusht i vetë, një shenjë e vetme, e cila është argument i sigurt kundrejt atyre që pretendojnë se e dojnë Allahun Azza wa Jall. Kjo është ndjekja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndjekja e tij nuk është vetëm me fjalë. Përkundrazi është praktikimi i urdhave të tij dhe largimi nga ndalesat e tij. Ecja në udhëzimin e tij në çdo gjë që ai na ka sjellni. Është shpërblimi i kësaj vepre, pra i pasrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në thot Allahu Azza wa Jall, yuhibbukumullah, e para, kam ju dasht ju Allahu Azza wa Jall, wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe kam ju fal ju gjinohet tuja. E prej shenjave po ashtu të dashnisë Allahut Azza wa Jall, që tregojnë që robi Allahut e don Zotin e vet, është se muslimani e përparësi çdo gjë që e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Përpara asaj që e don shpirti i tij, nefsi i tij, dëshirat e tij dhe tekat e tija. Në këtë futet po ashtu futet pasunia, farefisi, familja, pozita e çdo gjë që ka të bëjë me gjanat e kësaj dynjaje. Në thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, duke na treguar për këtë pikë duke thënë: "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Thuaj thot Allahu Azza wa Jall, nëse baballarët tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasunia që ju e keni fitu, tregtia për të cilin keni frikë se nuk kam ju shku mirë, edhe shtëpit ku e mini veti në rahat, janë më të dashtuna për ju se sa Allahu dhe i dërgumi i tij dhe përpjekja në rrugën e tij, atëherë pritni derisa Allahu të sjellë vendimin, dënimin e tij. Allahu nuk e uzon në rrugën e drejtë popullin e pabillën. Thot Ibn Kathiri në lidhje me këtë ajet, komentatori i njoftën i tefsirit, do të thotë se nëse këto gjëra janë më të dashtuna për ju se sa Allahu, i dërgumi i tij dhe përpjekja në rrugën e tij, atëherë prisni çfarë ju vjen ju prej dënimit të Allahut. E kjo ajet festik na tregon se argumenti më i madh që tregon për domosdoshmërinë e dashnisë së Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na tregon se kjo dashni është primare për muslimanin, është gjëja më kryesore ndaj çdo gjëje tjetër. Gjithashtu tregon allkërstimin edhe në shkimin e madh për atë person i cili e përparësi këtyre gjërave të tjera para dashnisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. E shumë për njerëzve sot i japin përparësi gjërave të kësaj dynjaje para dashnisë së Allahut Azza wa Jall, para çështjeve të ahiretit. Kur njeriu ftohet për namaz, për me ju fal Allahut Azza wa Jall, me rru kryt në sejdë për Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë në shumë raste dikush i përparësi gjumit, dikush i përparësi tregtisë, dikush punës, dikush rahatisë, dikush lojnave. Me radhë gjithë farë lloj arsysh. E nuk e fal namazin, nuk i përgjigjet thirrësit të Allahut subhanahu wa ta'ala, përkundrazi i përgjigjet thirrësit të shejtanit, epshit dhe dëshirave të tij. Atëherë i kallon përparësi dynjas para kërkimit të ahiretit, duke kundërshtuar fjalën e Allahut Azza wa Jall, ashtu siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala, sidomos në lidhje me namazin e xumës, të cilin e falim na: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون." O ju besimtarë, thot Allahu Azza wa Jall, kur të thirreni për të falë namazin e xumës, nxitoni për të përmend Allahun subhanahu wa ta'ala dhe lajeni tregtin. E kur thot lajeni tregtin, ka për qëllim çdo gjë prej gjërave të kësaj dynjaje, e kjo nëse dini është më i mirë për ju, thot Allahu Azza wa Jall. Tregtari, ai i cili e fiton pasurinë me haram, tregtari që e fiton pasurinë duke kundërshtuar Allahun Azza wa Jall në rrugë të ndaluara, siç janë kamata, rana apo mashtrimi. Në këtë mënyrë ai kollon përparësi
dashnisë ndaj pasurisë para dashnisë ndaj Allahut azza wa jall. Po praci, ai i cili nuk e jep zakatin në pasurinë e vet, ose ndoshta as sadaka nuk e jep, as lëmoshën nuk e jep, ai ka marrë përparësi dashnisë për pasurinë para dashnisë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ama rrallë, kurse nga ana tjetër, prindi i cili i urdhënon fëmijët e tij për me e fal namazin kundrejt Allahut azza wa jall, i marr përdoret edhe i çon ato fëmijë në xhami. Me këtë mënyrë ai bëhet shkak që këto fëmijë me i shpëtu nga zjarri, mu bëhet shkak që me i shpëtu nga zjarri i xhehenamit dhe me i drejtu për në xhenetet e Allahut azza wa jall. Jo sepse na jena përgjegjës për ata që janë në shtëpitë tona. Ashtu siç thot Allahu i madhnuar: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة. O ju që keni besu, ruajini veten tuaj edhe familjet tuaja prej një zjarri lana djegëse e të cilit janë njerëzit edhe kujt. Por fatkeqësisht shpesh e kundërta. Prindi nuk i kushton rëndësi urdhave të Allahut azza wa jall, edhe urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I lën fëmijët e tij, nuk i mëson atyne besimin kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk jam mëson ati faljen e namaz, nuk jam mëson ati frikë respekti kundrejt Allahut azza wa jall, nuk e bjen te dera e xhamisë për kundërzi fëmijës nuk e njeh derën e xhamisë. Pse? Sepse ky i ka dhënë përparësi dashnisë ndaj fëmijës së tij kundrejt dashnisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk do të më mërzit fëmijën e vet, edhe pse ata kundërshtojnë urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe braktisin detyrimet e tyre, por se ai ka më përgjigj së bashku me fëmijët e tij në ditën e gjykimit. Në krahun tjetër kena të dashurin e Allahut azza wa jall, pejgamberin Ibrahimin alayhis salam, pejgamberin e dallum i cili ishte prej ulul azmi min ar-rusul. Allahu azza wa jall e urdhon këtë pejgamber që me e bë kurban djalin e tij. Me bë kurban Ismailin, mos i kishte arrit dëshnin, ky fëmijë i kishte ardhur mos i kishte arrit dëshnin Ibrahimi alayhis salam. Ndërkohë që Ibrahimi e zbaton urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala, i tregohet i ka që me zbatu urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jall kur e shef njëtin e ditës së sinqer, ja ndron me një kurban të madh, edhe në të njëjtën kohë masi i bindet Allahut azza wa jall, sepse kjo është përmirësive të bindjes ndaj Allahut azza wa jall. Ai që bindet Allahut nuk jep të mira vetëm në botën tjetër, por si jep të mira qysh në këtë botë, jep një jetë të qetë edhe të mira qysh në këtë botë. E si rezultat i bindjes ndaj tij, Allahu subhanahu wa ta'ala jep atij Ishaqun edhe jep Jakubin, jep edhe dy djem të tjerë njëri mas tjetrit. E komplet kjo si rezultat i bindjes ndaj Allahut azza wa jalla, dashnisë ndaj tij. Nga ana tjetër, muslimani duhet me dhënë rëndësi edhe dashnisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ma të mirit të krijesave dhe ma të dashurit të Allahut azza wa jall. Në tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë gjë duke thënë: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Asnjëri për ju nuk ka me besu me besim të plot, derisa unë të jem më i dashur për të se fëmia i tij, se sa brindi i tij edhe se sa i gjithë njerëzimi. Pra kjo duhet me kënë dashnia jon kundrejt kujt? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وكان عمر رضي الله عنه së bashku me profetin sallallahu alaihi wasallam. I thot Omer radiallahu anhu profetit alaihi salam që o i dërguari i Allahut, unë të dua më shumë se çdo gjë tjetër përveç se vetes tënde. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Jo, i thot, betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim. Betohet profeti sallallahu alaihi wasallam, betohet në Allahun azza wa jalla. Sepse muslimani kur betohet vetëm tek Allah subhanahu wa ta'ala dhe betim në diçka tjetër veç Allahut është ndaluar edhe konsiderohet shirk i vogël. Thot jo, betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim, derisa të jem më i dashur tek ti edhe se sa vetja jote. Atëherë thot Omeri: O i dërguari i Allahut, tani ti je më i dashur për mua edhe se sa vetja jeme. Ai thot profeti alayhi salam, thot al-ana ya Umar, tani po o Umar, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë na duhet me dash profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse ai na ka udhëzuar drejt të mirave. E mira më e madhe që na ka udhëzuar është veçimi i Allahut azza wa jalla në adhurim. Adhurimi i tij një edhe i vetëm. E kjo është e mira më e madhe.
na ka treguar rrugën e shpëtimit, na ka treguar rrugën e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. E na ka tërheq vërejtjen prej gjanave të këqija. E keqja më e madhe është me i shoqëru Allahut Azza wa Jall shok në adhurim, me adhuru dike bashkë me Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse kjo gjë e çon njeriu për në zjarr të xhenem. Dhe duke vazhduar me rrallë edhe të këqijat e tjera, na i ka sqaruar ata dhe na ka udhëzuar për në rrugën e drejtë. E pra dashnia ndaj profetit alayhi salam kërkon bindjen ndaj këtij profet dhe pasimin e udhëzimit të tij. Kush pretendon se e don profetin sallallahu alaihi wasallam, po e ndjek atë, po ecë në sunetin e tij, në rrugën e tij, ai vetëm se ka i gënjy. Bindja ndaj këtij profet konsiderohet bindja ndaj Allahut azza wa jall. Ashtu siç na tregon Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an duke thënë: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ai i cili bindet të dërguarit i është bind Allahut subhanahu wa ta'ala. "Wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza." Edhe ata të cilët të kthejnë shpinën, ne nuk të kemi dërguar ty si rejtar i tyre, thot Allahu azza wa jall. Po ashtu prej shajave që një muslimani e don Allahun edhe don të profetin sallallahu alaihi wasallam, është edhe që muslimani me dasht atë që e don Allahu azza wa jall dhe që e don profeti alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala i don vepër mirë, i don të devotshmit, i don ata që pendohen, i don njerëzit e pastër. Dhe Kur'ani dhe Suneti janë të mbushur me argumente dhe përmendjen e atyre që Allahu subhanahu wa ta'ala i don dhe na i ka sqaruar Allahu azza wa jall në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në Sunetin e tij. Në këtë mënyrë, duke dashur Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profetin alaihi salam, muslimani gjen amëlsinë e imanit. Na tregon profeti alaihi salam në hadith se si gjehet amëlsia e imanit dhe si arrin muslimani zemrën e tij me shiu zemrën e tij amëlsinë e imanit. Thalathun men kunna fihi wajada halawat al-iman. Kush i ka tri gjana, kush i gjen tri gjana në zemrën e tij, ai e ka arrit amëlsinë e imanit. Thot an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum. Me kanë Allahu edhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam ma të dashtën për te se sa çdo gjë tjetër. E dyta thot wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Edhe kur e don dikë, e don vetëm se për hir të Allahut azza wa jall. Nuk e don për hir të çështjeve të kësaj dhunja, nuk e don për hir të përfitimit, as për hir të shoqënisë, e don për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Edhe urren ky person, pra muslimani, urren që të kthehet në mosbesim, pasi Allahu azza wa jall e ka shpëtuar prej mosbesimit, ashtu sikur urren dikush me u hell në zjarr. E këto njerëz me këto cilësi ka me i dasht Allahu azza wa jall. E për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala në thot në ajet Kur'anor, thot Allahu waliyul ladhina amanu, Allahu është mbrojtësi i atyre që kanë besu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, i nxjerr ata prej errësirës për në dritë. Thot në krahun tjetër në lidhje me mosbesimtarët, walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Edhe ato të cilët nuk e besojnë Allahun azza wa jall, mbrojtësi i tyre është shejtani. Yukhrijuhum min an-nuri ila adh-dhulumat, i nxjerr ato prej në dritë, i nxjerr për në errësinë. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ato janë banorët e xhehenamit, e zjarrit, ku kanë me qëndru për jetë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Xhamatin e nderuar, prej shenjave që tregojnë dashnin për Allahun azza wa jall, po ashtu është edhe me urry çdo gjë që urren Allahu, qofshin ato vepra apo fjalë. Në këtë mënyrë Allahu subhanahu wa ta'ala i kërkon besimtarit me i urry gjinohet. E në këto gjinohe bën pjesë edhe mosbesimi, kufri, gjinohet e tjera, edhe kundërshtimet kundrejt Allahut azza wa jall, edhe po ashtu gjanat që Allahu azza wa jall nuk i pëlqen edhe zemrohet me ta. Ashtu që çdo lidhje, çdo miqësi, çdo dashni e cila është e krijuar në kundërshtim me Allahun subhanahu wa ta'ala, në ditën e gjykimit ka më kthyer çfarë? Në armiqësi. Argument për këtë fjalë Allahu azza wa jall
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Miq në ditën e gjykimit, pra në atë ditë, kanë me u bë armiq, kanë me u kthy në armiq të njëri tjetrit, përveç kujt të devotshmëve. Atyre që kanë pas frikë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. A ditë keqbërësi, ai që ka bërë vepra të këqija, ka me hangër gishtat e durve të veta duke thënë: sikur të kisha marrë rrugën e drejtë me të dërgumin. Ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, sikur të mos e kisha bë filanin mik. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Më ka largu nga këshilla, nga Kur'ani që më kishte ardhur, o kana ash-shaytanu lil insani khadula. Edhe me të vërtetë që shejtani e braktis gjithmonë njeriu në çastin e nevojës. Ndërsa në shkaqet që na çojnë në drejtësinë e Allahut azza wa jalla, mundena me përmend shkurtimisht leximin, meditimin në fjalën e Allahut azza wa jalla, afrimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala përmes veprave nafile, vullnetare, mos i kena kryer veprat e obligume, farzave të detyruara. Me keni vazhdueshëm muslimani në përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala në çdo kohë, me zemrën e tij, me gjuhën e tij dhe me gjymtyrët e tij. Me i dhanë muslimani përparësi çdo gjaje që e dhan Allahu subhanahu wa ta'ala në kundërshtim me epshin, nefsin dhe shpirtin e vet. Meditimin e mirësisë që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë ne. Me ul me ne me njerëzit e devotshëm, me njerëzit e mirë, me njerëzit që i dhan Allahu azza wa jalla dhe me ecë në gjurmët e tyre. Dhe mu largu nga çdo gjë, nga çdo arsye që bëhet pengesë me zemrës tonë, edhe mes dashurisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. E muslimani vepron të shkaqe, në shkaqe të ndryshme, të ngjashme me këto, në mënyrë që të arrijë dashninë e Allahut azza wa jall dhe mu largu nga gjërat që nuk e kënaqin atë.